Tregojnë kaluarën për dy hoxhallar, të cilët kanë qenë shumë të fokusuar në davet, në thirrje, në islam, të ditur, të mirë, njerëz cilët e kanë kuptuar realitetin e kësaj dhunjaje. Dhe njëri prej tyre përshëndetet me shokun dhe del për tregti. Dhe rruga që është dashur ta bëj ka marrë diku 2 deri në 3 muaj. Mirë po ky kthehet për 3 ditë. Momentin që kthehet dhe takon shokun e tij, habitet shoku dhe i thot: "Pse kaq shpejt u ktheve? Kur ne e dim se sa duhesh të ti të qëndrosh." Tha, e kishim keq kuptuar ne dunja. Gabim ne kishim marrë punën e dunjas. Ne kishte mashtruar neve, tha, dunjaja. Pse vëlla? Tha, duke udhëtuar, u ndala të pushoj dikund, në vendin ku u ndala të pushoj, rastësisht tash, tha, pash një zog të lënduar, që e kishte të pamundshme fluturimin. Dhe unë mendova se në çdo moment ai duhet të ngordh, sepse nuk kishte mundësi të lëviz, por ishte i gjallë. Dhe derisa unë mendoja që ai duhet të ngordh, çfarë për të pa? Një mësim madhështor, tha, nga dunjaja, që më la gojën hapur. Dhe më dha mësimin më të madh të dunjas. Tha, zogu tjetër, tha, i fortë dhe i fuqishëm, me ushqimin në gojë, tha, erdhi dhe ja solli ushqimin të lënduarit, e mori ushqimin, tha, dhe filloi, tha, ta merr veten. Dhe unë i thash vetes time: kur Allahu xhelle xhelalu këtë zog këtu nuk e ka haruar, pse ka për të më haruar mua? Që unë vrapoj pas për ta madhëruar Zotin dhe punoj që mos më mashtroj dunjaja. Dhe nga këtu e kuptova, tha, se e kotë është lëvizja dhe puna dhe angazhimi. Por shoku i tij ja dha një mësim edhe më të madh. Se sa mësimi që e mori nga zogu. E ky mësim është përgjigje e pyetjes tënde, Allah. Tha, vllau jem, po pse ti në rastin e parë u përcaktove dhe vendose që ti je zogu i plagosur? Pse ti nuk mendove sa e bukur do të ishte sikur ti jem sikur zogu i cili me ushqimin në goja solli këtij tjetrit? Besimtari, vëlla, duhet punoj, duhet të angazhohet. Besimtari duhet të jetë aktiv, nga se dora që jep është më e dashur tek Zoti se sa dora që merr. Besimtari i fuqishëm është më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët. Por kret ajo për cilën folëm ne ishte diçka tjetër. Çfarë? Mos të mashtrohemi vetëm pas kësaj dunjaje. Sa Allahu xhelle shanu në surën Al-Bekare thot: ka nga njerëzit të cilët ja kërkojnë të mirat e kësaj dunjaje duke haruar ahiretin, duke lënë pas çështjen e ahiretit. Këtu ishte tema jonë. E qartë. Komplet fokusin këtë dunja e kanë. Të mashtruar janë ata të cilët mendojnë se vetëm këtë dunja duhet punojnë. E si duhet jetë çështja e besimtarit? Wa minhum men yaqulu rabbana atina fid dunya hasane. O Zot, na jep nga të mirat e kësaj dunjaje, nga se në këtë dunja jetojmë. Wa fil akhirati hasane. Këtë mos të harrojmë. Dhe nga të mirat e ahiretit. Dhe të punojmë për të mirat e ahiretit. Pse? Kjo është ajo baraspesha që duhet kërkoj dhe duhet ndjek besimtari në jetën e kësaj dunjaje.